këto zgjedhje nuk thonë as ndryshim, dhe këto zgjedhje as do përmirësojnë qeverisjen, por do ta përkeqësojnë më keq akoma. Sepse mos harrojmë që kjo lloj harbutërie që vjen edhe në deklaratat e SBA-ve, kjo lloj arrogance, kjo lloj pangopshmërie në kuptimin kushtetues, ekonomik, korruptiv, marrëdhënie me krimin, këtë vend nuk do ta bëjmë më të mirë, do ta bëjmë më të keq se ç'është. Unë nuk e di ku do bëhet më keq se ç'është. Se më keq se kaq, Andrea, them drejtën, kam vështirë ta imagjinoj, por unë me që kam ca vite eksperiencë. Shumë pesimist Kulluri. Jo, unë jam realist, unë kam parë dhe 97-ën, kam parë dhe 91-shin, i kam parë të gjitha ngjarjet të 34 vite për shkak se edhe për shkak moshës jam që më i vjetër si të tjerë të studio, dhe i kam përjetuar në vetë të parë gjërat. Në 91-shin, shteti shqiptar kishte vetëm $6 milion në buxhet. Na ka thënë Grabos Pashko vitin e parë. Ka qenë shteti rrënuar dhe u ringritëm. Në 97-ën e dini vetë ç'ka ndodhur në të vend. Dhe pavarësisht nga fasadat e Ramës dhe urimet nga Bashkimi Evropian, unë këtë vit presi vit shumë të vështirë për Shqipërinë. Dhe besoj që do kemi përplasje të forta. Që nëse u morë në gjykim Berisha dhe Meta, në Partinë Socialiste do ketë katrahur në raport me drejtësinë. Pra ju e prisni zgjidhjen nga organet e drejtësisë? Jo, unë nuk has një përplasje shumë të fortë me Dispaku, Gjekoz dhe majorancës. Dhe kjo do ta fusi vendin në një krizë shumë të rëndë institucionale, pse jo dhe politike dhe sociale, sepse ajo që ndodhi me arrestimin e Veliaj dhe reagimi i Partisë Socialiste dhe i qeverisë dhe i Bashkisë Tiranës, plas për institucionet, në mënyrë pa precedent, që ka qenë një tentativë për grup shteti, ka mundësi të çojë në skena shumë të rënda, shumë problematike dhe në një përplasje institucionale që mund të cënojë baset e rendit publik. Sepse kjo punë nuk vazhdon më. Domethënë të dalin kandidat për deputet. Njerëz anonim, Ileana përmendi 1 apo 2 zona në Durrës. Mendoni se është më pak Elbasani, mendoni se është më pak Fieri. Në Vlorë nuk pati intimidim, por pati forma tjera të ndikimit të krimit, që nuk i themi do të sot, sepse po i thamë pastaj do të shkojmë në drejtësi. Atë do prova, nuk do të dhëna. Unë kam të dhëna, nuk kam prova. Se nuk kam dalë gjemoj njëri me kamera se çka kam bërë bandat, se nuk kam shkuar, nuk kam policë, as sherifi i Vlorës. Isha kandidat për deputet. Kështu që sherifi ishte tjetër në këto zgjedhje, Kulluri. Kush? Ishte sherifi u prezantua lasivita, sherifi amerikan. Sherifat nuk vinë me 300.000 vota në xhep. Sherifat bëjnë fushat, po vota duhet i bësh ti. Ai diskutim tjetër. Kështu që mendoj që situata është keq dhe kam përshtypjen do shkojë edhe më keq se ç'është, sepse këto zgjedhje asesi nuk mund të prodhojnë një normalitet politik, do prodhojnë disfunksionim të plot të majorancës një, besoj edhe opozita ka një mundësi tjetër, partia më e madhe e opozitës, po edhe partitë e reja të kenë një farë reflektimi. Nuk shoh shumë margë reflektimi, shoh një individ si Liriana apo tjerë, por është e pamjaftueshme. Mua më vjen shumë keq që Sali Berisha vazhdon të insiston me kokforci në dështimet e njëpasjeshme, do filluar nga 14 maj, ku u tha se humbëm se nuk ishin vullën, tani që morën vullën, po prapë 500.000 vota u morën. Këta faktet e ftohta, sot po bëj rreshtim faktesh, po bëj si gjykim na gjykon njerëzit vetë. Zoti Lida. Po. Partia Demokratike ka iniciuar një tjetër rezolut, një rezolut që ka në përbërje rreth 108 parti politike që le të themi kundërshtojnë zgjedhjet e 11 majit. Këtë iniciativën e Partisë Demokratike për të denoncuar ndërkombëtarisht zgjedhjet, çfarë leximi i bëni? Është një gjë e drejtë që Partia Demokratike ta ngretë zërin aty ku ka fuqi, sidomos në Europë, në podiume të rëndësishme të partive popullore dhe internacionaleve të ndryshme që ajo ka gjetur kohë dhe mundësi të bëj pjesë, si që ishte ajo në bregun e Fildisht. Sigurisht duhet të ngritur në Kongres dhe në Senatin Amerikan. Këto ditë kam pasur këshilltarët e senatorëve dhe të kongresmenëve amerikanë që kanë bërë një tur në Europë, në Ballkan dhe në Shqipëri, kanë takuar biznesmen, politikan dhe parti të reja dhe të vjetra për të mbledhur informacione rreth zgjedhjeve. Sigurisht, Shqipëria nuk mund të bëjë zgjedhje europiane, perëndimore, për shkak se asgjë nuk është perëndimore në këtë vend, duke e parë nga ekonomia, nga arsimi, nga spitalet, nga policia, asgjë nuk është europiane, edhe pse ne i veshim her pas here standardet larta, por ne shikojmë që standardet janë shumë larg nga ato që kemi ne realisht, dhe zgjedhjet nuk mund të jenë perëndimore në vendin tonë. Reagimet ndërkombëtarëve kanë qenë të thata, sepse asgjë s'ka ndryshuar realisht.
Partia Socialiste është në pushtet, edhe me më shumë pushtet, me 83 vota, apo me 86 nëse marrim dhe Partinë Social-Demokrate, pra ka një peshë specifike goxha të madhe për të bërë reforma